Zërat e natës. Nata në Radio Motiv ka zërin tënd. Nata në Radio Motiv ka zërin tënd. Zërat e natës së çdo mbrëmje në orën 21. Diskutime, tashëtheme, bolle të vërteta. Fejume, nuk jena fejume, dashërume, janë të marume në krejt. Mora, sa me përshëndet paga të shoqet e mia që ishin e grupi atë. Sepse natën diskutohen të gjitha. Nata ka zërin tënd. Zërat e natës në Radio Motiv. Zërat e natës në Radio Motiv. Mirë mbrëma, kemi nisur edhe për sonte transmetimin e drejt për drejt të zërave të natës, në fakt një transmetim i cili sonte është pikërisht në pikun e tij, sepse është në mesin e javës, Noida apo jo. Dhe shpresojmë që të kemi edhe sonte pikun e telefonatave, siç në fakt ndodh zakonisht që ne kemi shumë telefonata. Flasim për një temë që unë kam vërtet shumë për zemër, ka disa kohë që unë mendoj ta trajtoj si temë, Dhe ëndra jote bëhet realitet sonte, duhet thënë. Wow, sa e lumtur ndihem. Ndihem unë më i lumtur që të plotësova ëndrën ti. Faleminderit Mario, nuk di të them faleminderit shumë. Sonte miq të dashur, flasim për një mesazh të fortë dashurie. Unë e di që ju po mendoni dashurinë në çift. Nuk e kam dashurinë në çift. E kam dashurinë në një aspekt. Jemi ende herët në fakt për 14 shkurtin, kështu që e kam dashurinë në një aspekt. Flasim për dashurinë e janarit. Më të gjerë, e kam dashurinë për njerëzimin, për të gjithë njerëzit. Një dashuri shumë e madhe, një dashuri që vërtet ia vlen të flitet një natë të zërat e natës. Madje shumë ne do të thojë, sepse ne kemi folur shpesh për dashurinë, e ka bërë këtë gjë pafundësisht, por duhet thënë sonte do ta kemi mundësi ta trajtojmë në një formë ndryshe. Në një formë ndryshe dhe ta dini ju miq të dashur se si ndodhet situata këtu në studio. Është vërtet një situatë goxha e çuditshme, duhet thënë. E çuditshme. Sonte kemi më shumë të ftuar se asnjëherë tjetër. Marr kjo më shumë të ftuar se prezantues kemi. Kemi shumë të ftuar se sa prezantues. Atëherë ne kemi një pjesë të grupit e Komandje. Mirëmbrëma Adjema. Mirëmbrëma Adjema. Mirë se keni ardhur. Prezantojeni njërin pas tjetrit për të gjithë dëgjuesit, edhe nga, se ka të tjerë që do të vinë pas pak. Unë them ta nisim nga Mirsadi, që është dhe lideri i grupit apo jo. Mirsad, si po shkon e Komandja? Mirsadi s'ka nevojë për të prezantuar se njihet nga gjithë tashmë, por na thuaj pak çfarë po ndodh me Komandjen në kohët e fundit. Kohët e fundit kena marrë përsipër shumë nisma, faleminderit për ftesën e herë, edhe faleminderit gjithmonë që na pasqyroni ta nismat tona. Komandja gjithmonë kena marrë disa nisma përsipër, disa nisma në komuniteteve, në një valorues sa më tepër dashnia e personave që kontribuojnë për Shkodrën, edhe kena marrë përsipër disa nisma që janë për shumë 5 fundit, që është prej viti 3, edhe ne bashkuar persona. Çfarë përbajnë këto nisma 5 të fundit? Përpara se ne të flasim për nismat, unë doja që pak a shumë ne të njiheshim e të prezantoheshim me të gjithë të ftuarit, sepse unë di që Mirsadi ka shumë për të folur. Edhe zakonisht flet shumë, por jo. Duaj që të dëgjoj. Sigurisht, jemi në radio, është kompliment. Nëse pasoj më Mirsadi më keni ofenduar. Shumë mirë. Nëse je në radio, edhe thonë që ti flet shumë, duhet ta marrësh si kompliment. Kështu që, atëherë, njëri pas tjetrit, çuna edhe goca një prezantim shumë të shkurtër. Çfarë bëni në jetën tuaj, emri juaj? Mirëmbrëma, Pashko Flutra. Përshëndetje Pashko. Unë kam prej pak a shumë 3 vjet që jam me Komandjen, me aktivitetet e Komandjes. 2 vjet, 3 vjet. Nga e more spuntën për të bërë pjesë e Komandjes. Atëherë, për të parë nga që e Komandja ban aktivitete pak a shumë natyrore, unë kam kryer për biokimi, edhe më ka dhënë spuntë më tepër për mu marrë me aktivitetet që bën e Komandja. Edhe kjo më ka bë për me shku të Pashko, ke arritur të zbulosh në ndonjë ngjashmëri mes biokimisë dhe Komandjes? Natyra, vetë natyra. Vetëm natyra. Por nuk është vetëm Pashko që është në... Janë shumë të tjerë madje. Ka shumë të tjerë, po. Një tjetër nuk po ju bën gjë. Po, përshëndetje Franc. Përshëndetje. Kam kryer për komplimente për syze shumë të bukura. Faleminderit. Nuk e ti më të bukur. Pak si konservator, syze duhet i ndroj, duhet i bëj si ti. Po Franc, me çfarë merr? Studioj edukim fizik e sport, jam master. Që marrët pse je bër pjesë e Komandjes? Që marrët edhe me eksplorimin e natyrës edhe ecje, që unë jetim sportiv. Atlet. Bojmë ecjen e për molen, e për fusha, kështu. Kodrina.
Edhe prandaj jam bërë pjesë e Ekos. A veçon ndonjë mal të preferuar që ka bërë Eko? Karaboshi. Cili? Velecikun. Ja, Velecikun. Lepush pra. E rregulloi tani në fund. Mirë, me djalin tjetër. Jam ardhi Italia. Përshëndetje Ardit. Përshëndetje Ardit. Studioj për fizioterapi. A ka nevojë në rekomandje të bëhet masazh? No është disa pa. Për atë punë e kena marrë. Ka gjithmonë një arsye sepse. Po Ardit dhe Kam një vjet që jam domethënë te kjo shoqata ose organizata jo qeveritare si më quhet, po Melnia. Po. Më ka pëlqyer domethënë jam si më thon vullnetar nga që me këta nisma që janë bërë për të varfënit, me ndihmë të varfënit. Për shumë gjëra të tjera, si më thon, më ka pëlqyer edhe. Fleto dhe bukur, e? Se kena di? Kam gjo. Ja që me Denisin më duket. Një prezantim tjetër. Unë jam Denis Jugni. Përshëndetje Denis. Dhe pas po vjen historia. Denis ecën vet. Denis, më thuaj si po shkon kjo puna e hartave në terren. Puna hartave në terren ndoshta duhet një mision tjetër. Po e përmbledhje pak fjalë, një lloj ekstra. Mirë, domethënë në këtë moment un kam filluar me qytetin e Tiranës. Si shkodën edhe veriun e kam kryer. Sa ndim i bërë ti ekomendjes me profesionin që ke me punën që bëj? Ndim. Domethënë mirësati në çdo javë më përpara edhe tesh. Çdo destinacion që ka zgjall, unë jam mundur që destinacionet mi eksploru edhe nga ana digjitale. Domethënë që mi posta në hartë. Për mua kanë shumë destinacione jo pa njoftën, pasi ka 2 vite gjysmë që jam në Shkodër. Edhe kem ka animu shumë, sepse këto destinacionet kanë edhe destinacione që misadi e ka eksploru edhe më përpara dhe ne i ka prezentu. Edhe ky prezantim unë ka vlerë. Denis, si vendon, a ke ndihmuar ti më shumë ekomendjen apo ekomendja ty? Ka kanë diçka relative, domethënë unë kam ndihmuar edhe misadi më ka ndihmuar. Simbios. Një simbios. Simbios si fotoja ime dikush. Kjo është vërtet shumë bukur. Kemi një tjetër prezantim në këtë moment, dhe përsëri ne kemi lënë për në fund. Po s'do të zbuloj me Amelcin. Jam Mirsad Kuçi. Ka një vit e gjys, gati 2 vjet që jam pjesë e komendjes. Thjesht me komendim ka shtyr, domethënë natyrë po bicikleta. Kam shumë pasën bicikletën, domethënë që natyra me bicikletën lidhen shumë bukur. Kjo janë që në jetën e përditshme me Mirsad çfarë bën? Nuk studioj, si thonë tonë tjerë. Unë punoj, domethënë, ka biznes. Po fundja studimet për punë bëhen. Patjetër. Ta ne në fazën e studiet ti ke nisur punën. Për punë po. I kam kryer ata. Kështu që e ke kryer këtë. Kam studiuar dikur. Ja, punoj domethënë si shumë kohë që mundohet me mirë. E po kjo është vërtet për të komplimentuar që edhe me punën arrin gjesh kohë edhe për rekomandën, sepse besoj nuk duhet të jetë një angazhim shumë i lehtë për të qenë pjesë e aktiviteteve. Gjithmonë për pasionin gjahen kohë lirë, si e thonë fjalë. Edhe puna, po edhe kja është, edhe pasioni është diçka në veti. Më bëhet shumë qefi. Kemi dhe një ëmbëlsirë në fakt. Një prezantim fundit. Jo për të ngrënë, por për të shihur. Mirë mbrëma. Quhem Jurgina Gjoni. Mund t'jem e fundit nështë antarja, qëse mund t'a quaj antare, kam pas nerin me ju bashkullon e komendjes. Unë studioj për turizëm, jam në vit të dytë. Aktualisht edhe studioj edhe punoj. So kam marrë për i punet. Por unë jam bashkangjit realisht e komendjes e fakti se ndihmoj shumë të varfrit, edhe njënër nuk është se quhet qef, por unë kam shumë ëndër me ju bën ndihmë gjithkujt. Edhe jam bashkuar te nisma që kanë pas për më shpërnda ushqime për të për personat. Bashkuar e komendjes. Mund të ketë në 10 orë, por ato që jam areja. Në 10 orë. A ke gjetur veten në këtë nisë? Shumë. Jo vetëm unë, por edhe mama jam. Sepse e marr me vete
ideal, imagjina domethënë çfarë ambientit shumë shoqënor, miqësor që ajo është më madhe normal. E gjan edhe te ne edhe kënaqen atë tonë. Kjo është vërtet mrekullis. Mirë, tani duam të dim nga Mirsadi në fakt të na flas pak për nismën më të fundit, që është kjo shpërndarja e çajit të ngrohtë apo jo? Në për ambientet e qytetit. Pa, mund të përmend edhe nisën më të fundit që është gatu i pjatë më tepër, që është ajo që bëmë në dhëtor për rinë të botash me disa persona që kanë qejf me dhuru, ku të fundit, bëjmë pjata për fëmijët nevojë dhe pra vazhdo, nuk është po, nuk është ajo që kena bënë dhëtor me dhuru ushqime pa gjanat që gatuhen për me dhuru familjen nevojë, por tash me dhuru me gatu pjata për shtëpitë, ata pjata ne me çu familje që bëmë para atë natë që diskutuame bashkë në radio që morëm me telefon. Është e vështirë? Një nisë me tillë, besoj duhet. Ja, nuk ka thjesht angazhim. Pa, është diçka që ne bëjmë shumë dashni sepse është qëllimi është shumë i mirë. Unë kuptoj pjesën e dashurisë edhe qëllimin e mirë të gjithëve, edhe nuk e vë fare ndyshim, por unë dua të di, unë edhe të gjithë publiku duam të dim pak më tepër se si organizohet pra skenat, se okay, duket në për foto, në për gjëra që ju dërgoni ushqime tek persona që kanë nevojë, që është vërtet për të komplementuar. Pjesa pas kuintave duam të dim më tepër. Por pjesën se si ju e organizoni, si bëni gjërat. Gjithmonë mas një nismes, mas një aktivitetit, nolla ja mrapa impakti i bukur te qytetarët. Të qytetarët kur shohin një nisëm që bëhet një aktivitet, nuk thot aktivitet po nisëm më mirë, mund ta çojmë në anën më pozitive, që pat një impakt shumë bukur, familjarët bashkohen kësaj nisme dhe na ndihmojnë që me basa më të lehtë. Pra ata mas kuintave nuk kanë gjatë vështirë, thjesht ushqime dhurohen, bëhen gati edhe shkojmë me një argëtim shumë të madh. Ti dashur si na nitë atë natë të bë humor. Se janë përzgjedhur pikërisht ky target grupi i punojësve të pastrimit të qytetit. Dhe jo një target grupi. Kemi parasysh punojësit të darkës mund të jenë të policët apo jo? Patjetër, e tha dhe Gena më përpara që është bashkuar ndëtor. Po keni natë policët. Ja, edhe policët japim. Edhe policët japim pa sigurisht. Një natë ja kena ofruar edhe policët domethënë. Çfarë keni ofruar? Çaj, kena ofruar çaj. Ishte nata që duhet çaj kush e dha? Çajin e bëjmë në shtëpi, e gatojmë ne. Çaj nuk kanë kostot më ja, e bëjmë në termos sonte. Pra ashtu si tha dhe Gena prej muajit dhjetor dhe kjo nisma që morën përsipër me kry, sepse ne shkoheshim në për persona që flenë në rrugave, me dha një supë në nxehtë. Ato po që ka edhe persona natën për natë ftohtë që rrinë pastrojnë që kujdesen për qytetin me numër që mballu këtë nisën pra. Ja veç supën e nxehtë me shuf aty në që flenë natën, por edhe pastruesit natë që kujdesen për rrugët e Shkodrës. E morën përsipër, pat një impakt shumë bukur, pra edhe pse është mund të them ja lodhshme pas pak sërgjatën si nisëm sepse është mos ja rrumullak Shkodrës. Ne në fillim divizën në biçikletë, por të pashë ftofti që shumë i madh, filluam me makinë. Por janë bashkuar shumë persona përveç qytetarëve që kanë dyshim afër, por edhe shumë tri që gjithmonë bëjnë një nisëm të tillë gjithmonë pozitive, bën mirë, ja vetëm aty që e marrin atë punton për vetë. Ja vetëm që pinë atë çajin ngrohtë, pra ata që vinë me dhuru ata ngrohen vetë ka ana zemrë. Kam dëgjuar, nuk e di se sa është e vërtetë që numri i pasuesve apo antarëve, nuk di si t'ia vë emrin, të Ekomendjes ka nisur të paksohet. Nuk e di se sa është e vërtetë, dhe nëse është e vërtetë, nuk e di se a mund të thoni ju sepse ndodh kjo. Ja, thjesht numri është rrit nga anën e nismeve, po thjesht aktivitetin e biçikleta, nuk ka se jena të bësh shumë për këtë ftoftë, nuk ka se kena shkuar shumë në udhime biçikleta. Kurse tenisma të tjera, ja, tenisma të tjera nuk ka se ashtu shtu, vin persona të rritë, për shembull është Gena që vjen edhe me nanën e saj, herë në fundit ishte edhe një zoj që erdhi me djalin e saj, pa çdo nisëm ka rritet të antarëve ose thotë më mirë vullnetarë sepse asnjë organizatë në Shkodër nuk ka ligjërisht nuk njihet si antar sepse ligji i kushtetutës shqiptare nuk e njeh fantarsimin në kushtetutë. Pra çdo nisëm ka pjesëmarrës, nuk ka se ka antar ose vullnetar, se nuk ka se regjistrohet kom. Unë ju falenderoj. Ne do të ndalemi në një hapësirë muzikore, miq të dashur, sepse një radio pa muzikë nuk mund të kuptohet. Nuk ka kuptim në fakt, Noeda, për më tepër të zërat e natës, pa muzikë. Kena muzikante. Megjithatë, me që ke muzikanta, keni kitar. Mbas më vonë edhe do të mund të këndojmë, sa ngrohet pak më tepër atmosfera. Unë do doja në fakt nga të gjithë ju që na ndiqni përmes valve të Radio Motivit që të bëni gati për të telefonuar, si çdo herë numri i telefonit është 24 37 78. Mund të na telefononi nëse keni ndonjë pyetje apo ndonjë mesazh për t'i dhënë të ftuarve që ne kemi këtu në studio, por mbas edhe për të dhënë një mesazh të fortë dashurie, sepse kjo është tema e sotme, një mesazh i fortë dashurie.
Jemi rikthyer. Ndërkohë ta mora këtë herë. Ndërkohë që unë gjatë gjithë kohës me Noelën në miqtë e mi kam një problem që Noela ka këtë dëshirën e madhe për të qenë gjithnjë e pranishme në mikrofon dhe ndërkohë që shpesh përfundojmë duke bërë kakofoni së bashku. Mirë t'ju kujtojmë që në Zërat e Natës po flasim për diçka shumë të bukur, pak a shumë ka të bëjë me një lloj filantropie, po jo tamam kështu gjithsesi. Zërat e Natës nuk kanë qenë asnjëherë më plot se sa kaq, me dashuri dhe me njerëz. Edhe ne na bëhet shumë çefi. Edhe me çaj, edhe me mandarina. Edhe me fjalë shumë, edhe me një telefonat. Kemi ndërkohë një telefonat. Alo, mi mbroma. Alo, mi mbroma. Mi mbroma. A pres po në linje po? Po, nëse nuk ke dëshirë të presësh, mund edhe të vazhdosh, si ta kesh? Ju keni thënë kur për linje ka me filluar një besmetje. Unë po e kuptoj, më duhet flasje me Visi nga Lezhë. Visi, hym direkt në temë. A ke një mesazh dashurie për të dhënë? Ja, akoma s'kam marrë. Pres me marrë po. A he? Pret që të të vinë ndonjë mesazh dashurie, po ti për vete, a do të bësh ndonjë mesazh dashurie? Në fakt, ti vi se ke shkuptuar paksa temën sonte. Ne nuk flasim mesazh dashurie për dy persona që janë çift. Flasim për një mesazh dashurie shumë më të gjerë. Atë për të gjithë njerëzimin, për miq, për shok, për familjar, për komshinjt, për ç'të duash ti. Po normal. Dashurim për natyrën, dashurim për tokën, për diellin, për hënën. Dashurim për qytetin. Është përjashtuar shoqja, s'ka shoqe. Okej, mirë Vis, faleminderit që bërë pjesë. Të urojmë natën e mirë i dashur. Dhe ne po thonim për Djema, tani duhet ju bëj një pyetje, në fakt që ka të bëjë pikërisht me këtë nismë në ndër të fundit që kishte të bënte me shpërndarjen e çajit të ngrohtë. Tani kemi parasysh që pasuesit e qytetit janë gra, po jo. Si reagojnë ata përballë jush, përballë njërit prej djemve, besoj do të na flas apo jo. Pashko? Si reagojnë ato kur u shërben një çaj të ngrohtë? Gratë që janë aty. Në fakt me të thënë drejtën, herën e parë e kena pas ka kenë pak problem për ta. Sepse nga që nuk na njihshin. Pa. Dhe sa arritme që unë më sodi me provu për aty me gota. Vërtet po, me gota ditën e parë. Dita e parë me gota dhe atëherë besunin. Nga kjo mua po më vjen keq nga ky fakt sepse shoh që njerëzit janë shumë mosbesues ndaj një gjesti të mirë. Që ishte edhe një surprizë shumë e madhe për ta se nuk e besonin disa njerëz me servir çaj natën, prandaj sepse ishte ora 10 e natës. Po. Dhe si ishte kaq vonë në fakt 10 e darkës. Sepse kaq vonë ata punojnë për ne, sepse Arturin tretë dhe ne dina që në orarin edhe gjithmonë janë net të ftofta që ne kena dalë, nuk ka se dalim edhe vers. Që nismë është e fundit, këtë nismë kena marrë sepse natën vonë bëhet e ftohtë edhe për me një frutë që aty ne. Fundit ka qenë shumë ftohtë. Sa vetë nisma quhet dur zemër dhe qyteti ngrohtë, pra duhet më të zej edhe zemra aty edhe neve edhe qyteti gjithmonë kur ka njerëz që punojnë edhe ata ngrohen. Ata kanë punuar fije më mirë më patjetër. Kush ishte iniciatori? Pse pikërisht çaj, pse pikërisht këtyre njerëzve? E thallë më sodi me ngro durt, me ngro zemrën, pak a shumë edhe gota edhe me ngro qytetin. Me kënë sa ta janë shumë, postojnë qytetin, me thënë drejtën janë edhe vetë qyteti, një pjesë e qytetit. Po, sepse janë pjesë e qytetit. Çajin, e kena paraqit çajin sepse vetë kur futet në gota fillon të zejë, edhe atëherë do të zejnë edhe durt. Kur e pin çajin do të knoqet edhe shpirti do të zejë edhe shpirti. Prandaj janë lidhen me vetë çajin edhe me këtë. Në fakt doja të thoja pse çaj dhe jo kamomil për shembull, por gjithsesi. Ne për vetë çaj është edhe për vetë çaj ne zjarrim mandarina, mëlcina, ushqime, pra çaja është edhe vetë zjarrim, por nuk ka se nuk zjarrim çaj. Ata kanë dëshirë me zjarr edhe ponç për shembull, se ka çift vinici me zjarr edhe ponç. Ponç zejt. A ka patur ndonjë reagim jo shumë të bukur? Absolutisht, vetëm reagime pozitive, ditën e parë skeptike do kanë vetëm nata parë, do kanë vonë edhe u habitën që disa tri me i dal aty në mi shërby çajin. Ne e provojmë sy tyne edhe ata u gëzunin. Ditën e dytë ka kanë një impakt tepër pozitiv, domethënë. Ne kemi një telefonat përpara se të kalojmë tek dita e dytë. Alo, mi mbroma. Mi mbroma, të lutem pak zërin pak më lart. Zërin pak më lart sepse nuk dëgjohesh fare. 2 minuta 40 sekonda të pyetjem. Sa që pyetja është ëmbël në këtë rast? Ti nuk ishe duke qëndruar në heshtje, ti kishe DJ Geri si shoqërues, kështu që po
Po ku drejtin e gjithë të majë, po një Shiko, unë vërtet kam shumë njerëz në studio, po arrita menaxhoj gjithë situatën. Shami Kuqe më thuja, ke një mesazh dashurie për t'i dhënë shumë djemve këtu që janë në studio në fakt. Një vajze. Të i me gjithë arditit. Edhe shumë të gjande, pra në pashkon. Ja sa shumë u bë. Tani dëgjojmë Shami Kuqen në mesazhin e dashurisë. Si në mesazhin e dashurisë, ma shpjegoni pak të shkollën. Shami Kuqe, ti nuk e di nëse të ka rënë në vesh apo ke parë diku që Ekomandi është një grup që organizon kohët e fundit, por jo vetëm, shumë nisma bamirësiet. Është një grup i cili kërkon që t'i bëj njerëzit të duen sa më shumë, t'i bëj njerëzit të ndihen sa më mirë, të gjithë ata njerëz që kanë vështirësi, është Ekomandja që i qëndron afër. Ti, a ke ndonjë mesazh për t'i dhënë Ekomandjes fillimisht, për t'i komplimentuar ose mbas edhe për t'i thënë diçka? Lëre të flasën e Shami Kuqe. Kanë bërë punën për një nis, atë nismë që kanë nisat ata, grup, me që të janë grup. Sinqerisht i kompletoj, është një gjë e mirë, por që mënohen për me bëjë gjëra të mira. Kur është mirë. E kuptoj, Shami Kuqe, a ke një interes për të bërë një pyetje për shkak për njërin nga djemtarët? Interes. Sa vjeç dhe çfarë ngjyre kanë syt? Dhe sa kanë gjatësinë? Ja, në gjithë pak, nuk ka lidhje me mua që është keqëra, do më ndo. Jo. Nuk do të marrim ne pa më. Më kush më të marrë keqë, do vara dohet kush i herë, po hajt mo. Okej. Mirë, ti nuk ke asnjë pyetje për t'i bërë? Ja, okej, po e bëj një pyetje me që po më jepet rastin një. Si ka lind që ide për mobile group? Kush e ka dhënë për ju? Se sa vjet nuk e di se sa. Si lindi ideja për të bërë grup? Kush do përgjigjet? Bashkë me që më afër mikrofonit apo? Atëherë, si lindi ideja? Dëgjoj Francin herë, se kemi dëgjuar mjaftueshë. Po kam fol. Ky grup jep shumë dashuri. Edhe njerëzit kanë nevojë për dashurinë. E një tjetër që mungon. Si ndjen dashurinë që ta ofron grupi ty? Po. Deshet përgjigjesh. Paleshe mu. Dashurinë të bëhet mirë për njerëzit. Të Klerësia që të dash të natyrën. Edhe kjo është një dashuri në vete. Shami Kuqe, je bindur për përgjigjen që të dha apo dëshiron ti bësh një tjetër pyetje të dytë? Na bëj një tjetër sigurisht. Jo, unë fakt kam një pyetje. Ja, se ta merr rallën dojtas. Për Shami Kuqen, dua të di, a ke dëshirë të bësh pjesë e komandjes? Jemi mirëpritur. Për zotë ka mundësi, nuk është se nuk iniciativa të mungon ajo, kjo ka rëndësi domosht. Për zotë jam shumë e zonën në gjëra të tjera. Si për shembull, Shami Kuqe, një fundjavë për shembull mund të jetë e lirshme. Sinqerisht jam me marr me keni fundjavë. Jemi nuk bëj mesazh. A din bicikleta Shami Kuqe? A din bicikleta? Po shoh keqën e di, ajo do të tekshin. Ja, ka shkodronë. Sa çose nuk e di të marrim mbrapa, nuk ka problem. Ja, shkodronë ç's di bicikletë, shala para. Marr mbrapa, marr shoh keqën, po nuk të marr mbrapa. Ne jemi mirëpritur. Shami Kuqe, falenderojmë shumë zemër për telefonatën. Të urojmë një natë sa më të këndshme. Suksese. Natën e mirë. Faleminderit, natën e mirë. Faleminderit. Mirë, Nisa, përveç këtyre iniciativave, po themi, duam të flasim pak për bicikletën që na karakterizon si qytet apo jo? Patjetër, çfarë ndodh me udhëtimet e bicikleta? Ka një pauzë të vogël? Po, gjithmonë dimnit, dhjetorin edhe janarin nga bab, gjithmonë pushim sepse është shumë ftohtë dhe patjetër. Do të vazhdoj me udhëtimet edhe pak në shkort. Cili ishte udhëtimi i fundit dhe kur? Udhëtimi i fundit ka qenë në Shirç. Afër te Kisha Qishin, një vend i mrekullueshëm që Shkodra ka fatin që ka disa vende të tilla. Pra një vend historik edhe një vend arkeologjik që ka Shkodra, afër lumit Buna. Atë ishim si gjithmonë argëtuar humori, ushqimi apo zjarmi bubulak si qym ne. Ata ishin kokën udhimi. Sidomos pjesa e rrugtimit është një nga pjesët më të bukur, duhet të thënë. Unë do doja të dija eksperiencën e vet të djemve në këto udhime, sidomos nga udhimi i fundit kush ka qenë për jush? Po Franci. Ishte një udhim i bukur sa qetësia natyrës jep një kënaqësi mrekullueshme. Plus që na jep mundësinë edhe me meditu, si thënë. Ishte hera parë që shkohet në Shirç? Po. Si të duk? Ishte një ishte nga ato pritshmëritë tua?
Jo, ishte një vend shumë i mrekullueshëm, të pa qytetin si jashtë i betonizuar dhe ky ajri smogu që na rrethon, që thithin për ditë atje ishte një ajër shumë i pastër, edhe u kënaqa. E kuptoj. Mirë, Djema, a është një mundësi e mirë edhe për të njohur njerëz të rinj në grupin që bëni pjesë? Është diskutuar. Për ne beqar. Po. Na e zhvillo pak më tepër Pashko. Për shembull, Pashko ke njohur po, me të drejtën. Përveç se një fillë njerëz të ri, është e mira që një fillë edhe idena të ndryshme, shpërdojmë idena të ndryshme, shumë gjëra të ndryshme, domethënë. Prandaj edhe diçka bukur u bashku tan bashk, kultura të ndryshme. Shpeshherë ne kënojmë dhe gjithë secili prej nesh tregon atë që ka, atë që din me bë. A do na këndoni një këngë live këtu në studio? Me që edhe këndoni. Na duhet instrument. Një gitarë na duhet, por s'ka gjë se kena. Imagjino sikur e keni kitarën, kena. Vazhdim të rapu kuadër. Nuk e di. Kush është këngëtari i grupit? Jo, këngëtari. Unë jam instrumentist në thojza domethënë, po. Sigurisht sepse e pa instrument sonte. Po gjithsesi edhe ditë për ditë që jam pak a shumë si instrumentist në thojza. Ne kur ndalla këtu në bashkë, ndalla persona që din, persona që s'din. Nuk ka rëndësi domethënë, prandaj edhe po mirë tani do janë nisni apo jo? Se di çfarë ka. Ja, a keni nevojë që të bëni gati? Keni nevojë që plak me marrë ke. Ashtu e bukur. Kënga e Frederik Ndoci. Ne po improvizojmë ne këtu me për të bërë muzikë. Unë dua shumë si këngë, por nuk e di tekstin. Në fakt se do ju ndihmoj edhe unë gjithë qef. Kush do e nis? Atëherë, Paka shumë, atë me shpjegu se për çfarë flet apo ja, nuk ka rëndësi. Aja, okay, e kuptoj më mirë në gjatë kohës. Jo, besoj që nëse është kënga versioni i Frederik Ndocit, Okej, inshallah po këtojnë edhe ata që janë në shtëpi, sa po tjetër ata do shkojnë se s'van. Atëherë, 1, 2, nuk e di gjë. Me shkop për dore, eci në rruga, mas krusun shtati, se jam si dikur, ka fillu valli, me mvuda rulla, si ka mustaqet, me teq minur, por mi të gjitha, surka ka zemra, një vajz 8 muajqe, sa her takoj, ndridhet kër trupi, prej krest e themra, e për bardhoshen, pa ta shkëndoj. Kushov drugës more kukull, mos te thame m'pikojnë lang, vimas te jeqen me sukull, edhe zemrën pëlqe dangën, kesh ty vosh po t'zon maraku, por ti në ushta se kupton, ku është laku, der dhe gjaku, se s'më dashuron. Që isha dhe dashuria sot. Sa vazhdojmë më dhe shumë bukur Djema. Mirë, më thoni pak cili nga udhëtimet. Tani do më lësh bërë ndonjë pyetje apo s'e ke halli? Kena dhe çajin këtu, A e bëjmë këtë pyetje? Një ndësh po bëj ne pyetje. Çfarë pyetje ke në mendje, por un kam një pyetje. Kam shumë në fakt sepse s'kam skenar, kështu kam në mendje gjithsesi. Jo, doja të dija cili nga vendet ju ka lënë më tepër përshtypje nga udhëtimet që keni bërë. Ardit? Jala. Pashko. Një nga vendet që ty të ka lënë më tepër mbresa. Edhe do dëshironim në fakt të dinim edhe nga Arditi sepse pikërisht Jala. Apo vetëm Jala. Mu në përgjithësim ka në mbresa Jali për të qenë në rregull me gramatikën. Mu në përgjithësim ka në mbresa ta në ultimet, sepse ka keni raport që po nëse duhet patjetër ta veçosh njërin. Nuk dimi ndo, për arsye se a vet grupi që e bën tillë dhe bukur ambientin. Po bashkë se tani veçojmë ndonjë nga unë do veçoja për shembull ultimin, jo unë do veçoja për shembull. Nuk do veçoja ultimin e Dajit, që ka pasur shumë vetë. Është normal që ultimi ka më kanë super. Po gjithë secili ultim ka atë bukurinë e vet. Mirsad, je sigurt që kanë bërë ultime me ju se këta s'u veçojnë asnjërin. Janë ti thonë, ai pari tha Jali kena shku, na kënaqet shumë unë. Se Jali Ardit, sepse kishte, po themi ishte verë dhe kishte... Ishte hera parë, me Simon ishte udhimi yt i parë. Ishte udhimi i parë. Si ishte për ty, çfarë eksperiencë ishte udhimi yt i parë? Një eksperiencë e bukur se edhe
plus që isha aty njofta edhe më shumë njerëz, si më thon, dashninë e njerëzve që jepshin, si më thon, dashninë. S'ka gjallë, dashninë ngrohen e zemrës, më thon, më mirë. Edhe bëni shumë përshtypje. Ishin domethënë edhe njerëz shumë dashnë, si më thon edhe. E kuptoj. Mu kujtu një vend në fund. Pa. Në fakt nuk ishim vetë ne, ishin edhe një grup tjetër, domethënë që ne shpesh herë e bashkohena me ta dhe ata bashkohen me ne në nisma të ndryshme, ambientaliste. Nuk e di. A ja themi dot emrin? Po, e themi. Okej, është një grup e Tiranit, Ekovolis, në liçenet Lurës. Okej, ishte ambient, ishim në ndimër, edhe ishte shumë ftoftë, me të thënë drejtën. Ka kenë edhe tu, jo të rashi, por tu vazhdu të rashi. A bëtë simbiozë, apo kishte një lloj rivaliteti me Jo, asnjëherë nuk bëhem, majt grupi nuk ka se kena në rivalitet, domethënë. Marrëm me japim idesin që është, japim ide dhe marrim ide. Për tyne. E kuptoj. Ja, I bashkëpunim sinqerisht vllazënor më. Mirësad, pse I bashkohesh grupit të Ekomendje? Për çfarë arsye? Po, është e para është bicikleta, që më pëlqen shumë, por bicikleta më ka bërë me pa shumë vende të bukura, falë Ekomendjes, natyrë normal që është shumë. Ai veçon 2-3 vende, po themi që po, e para është më ka bërë shumë, ka lënë shumë mesa syni Shegani, diku më ka bërë ai ka qenë shumë e bukur, domethënë kena qenë Bajagi vet, 200-300 vet diçka. Kena qenë Bajagi. Aja, si thëjmë, kanë vetëm për bicikletën? Jo, në thash, bicikletën është natyra që qënë bicikleta është në vetë natyra, të më që është miri ma ekologjik. Është ma ekologjik, ma që përshtatet edhe me erën atë luleve ku të qezë, të më gjithashtu besoj ke zbuluar dhe vëndet që parë nuk i një. Denis? Cili nga vendet ty të ka bërë shumë përshtypje? Unë kanë bërë tona vendet përshtypje, Kaloja Drishtit. Kina ken edhe në Velipoj në Rjoll, po kanë ultim shumë I bukur. Denis, ata bërë një pyetje në formë ndryshe, cili nga vendet të ka bërë përshtypje negativisht? Negativisht. Asnjë vend. Të gjitha të bukura e kemi? Ne kena shumë vende të bukura, rreth rrotës Shkodrës, edhe Shkodra. Pra ka pasur ndonjë vend që të ka bërë përshtypje sepse është I bukur por nuk është mbajtur mirë. Edhe përshtypja është negative sepse është ky vend që ka kaq bukuri edhe është gjuna të shkojë deri në këtë pikë. Mbase mund të jetë ky negativitet. Ja, është I negativitet. Po thuaj Denis, ke përmirësime ka gjithkund, domethënë mund për përmirësime dhe për negativitet mund të flasim për shumë vende. Po iniciativat nuk janë me shku me negativitet, tash me shku me pozitivitet. Domethënë nuk është se ne seleksionojmë a me shku këtu sa është më bukur, a me shku këtu sa është më keq. Gina, ka je arritur të shijosh ndonjë nga vendet sepse ti the që ishte bashkuar në dhjetor, më duket dhe në dhjetor nuk ka patur shumë. Drejt. Mund të jem me vete, domethënë edhe jam. S'ke bërë ende asnjë udhtim me bicikletë. Ja, nuk kam bërë asnjë udhtim me ta. Ai pret me kërshëri këtë pjesë. Normal. Ku do të ishte vendi I parë që do doje të shkoje? Unë duhet të valli ma tradicional në Shirok. Po mirë. Atë shkoj ditë në fakt. Ja të do të shkoj se më pëlqen. Ja ke pjesësuar punën çunave shumë. Në fakt Mirsad, si ndoll përcjellja vendeve? Se nuk e lëgënën të flas, baskilisti keq. Ky është maskilist, kështu që pse kështu? Nuk e kuptoj. Ka 2 vite që nuk e kuptoj sepse. E ka faj Noela që është feministet me ashtu. Shpresoj, edhe kam shumë qejf që kur të kemi një aktivitet do marr pjesë normal. Në fakt kam dashur një që janë të banë në Lëpush, por kam një plan tjetër edhe nuk kam mundësi me shku, por që kisha dashur shumë, është një vend shumë mrekulli. Unë dua të të pyes, dëgjuam edhe Shami Kuqën, por unë kam dëgjuar në fakt shumë njerëz që thonë nuk mund të marr dot pjesë sepse ka shumë angazhim dhe nuk kam kohë. A është e vërtet kjo apo thjesht njerëzit po përpiqen të gjejnë një justifikim? Nuk e kam fare me Shami Kuqën, por e kam në përgjithësi se nuk bëhet gjoja personale. Apo njerëzit domethënë është e vështirë, por mund të gjehet mundësia në momentin kur e dën realisht, sepse për pjesën për shembull të çajit, unë dal çdo natë në 9 të darkës, ne çajin e kena realizuar, shpërndarjen e kena realizuar më sot në 9. Më thon kam bën në orë punë, por unë prap kam gjetë mundësinë edhe kohën me dalë edhe me shpërndar çajin. Kur i ke hyrë pjesës
po themi në një farë mënyrë në thojë antarësimit të grupit, pavarësisht se kështu nuk është se ka shumë dëshirë të shprehet me antarësime. Por në fakt a ke menduar edhe aspektin që mund të njohësh njerëz të rinj? Absolutisht. Po unë marrë me njoft njerëz. Unë jam njeri shumë social, kështu që as nuk e kam. Kushtu ka pëlqyer deri më tani po themi prej aspekteve të njohjes? Prej çunave. Realisht janë të tonë shumë të këndshëm sepse të bajnë mundi mirë, as mundi në sikletë jashtë e bukra. Pa nuk bëjmë unë në siklet, sepse unë realisht herën e parë kur kam shpërdo, ka kanë Mirësadi dhe Pashkoja. Edhe unë me mamin, kena kanë vetëm nejtë 4, edhe rronë tjetër i nashtu, por prap ka kanë njësoj, si me kanë pak, si me kanë shumë, ma du krejti, sepse kena kanë tonë, realisht është të çuditshme, më thonë, po duket si me kanë tonë njësaj. Si të trajtojnë si vajzë, të trajtojnë si veshka mes djamit, apo? Të trajtojnë si veshka mes djamit, apo? Të që. Okej, e demonstruam në live. Trajtojnë shumë mirë. Në fakt do kaloj tek pyetja Mirësadit, si ndodh përzgjedhja e vendeve për të shkuar me biçikletë? Shkodra në 4 pika të ndryshme, domethënë ka vende shumë të mrekullueshme, domethënë prej Luginskiri deri në lumin Buna, pra nuk ka që vështirë me zgjidhje vendin, si është ne ka 2 vjet ndoshta që shitisim çdo ditë dile, ku të fundit normalisht kena bërë pushim në për vende të ndryshme, po gjithmonë do të kthejnë në një vend, jena këtu edhe 3 herë. Po për më kthy aty në vendeve që gjithmonë na lajnë mbresa, un kam në vende që më pëlqen më shumë në Shkodër as tek Kalaja Drishtit. Pra Lugina, Kirt e pa më për net tash në vende më të mrekullueshme të Shkodrës. Ndoshta mund të kemi shkuar deri tash një 7 herë prapë do të shkojmë. Për zgjedhje destinacioni i parë me biçikletë për këtë vit? Do të plotësojmë ndoshta dëshirën në Genz, në Çirok, edhe pse kena kanë dhjetor në Çirok. Por do shkojmë ne edhe pse shkojmë në Çirok, nuk shkojmë aty ku shkojnë tonë zakonisht, domethënë për shkojnë disa vende të reja, po të eksploruar edhe në Çirok. Në Çirok ka shumë vende po të eksploruar. Në fund që kena kanë dhjetor, kena kanë në një vend po eksploruar për njerëzve mes udhëve, një vend privat, domethënë vende private janë gjithmonë që nuk shkojmë gjithkohësh. Se ndodh ky eksplorimi për vende pak më të largëta se Shkodra? Qetësi. Është një me njohë sa më shumë vende. Ne kena ballë qysh në verë, me njohë Shqipërinë tonë të bukur, pra kena ballë disa udhëtime të tjera nëpër vende të tjera përveç Shkodrës, edhe kena kaluar shumë mirë. Në sepse rinia njerëzit kanë nevojë me njoftë edhe Shqipërinë, vetëm Shkodrën. Me Shkodrën është të prezantuar rinia për fatin e mirë, pra anë udhëton me biçikletë, por edhe vende të tjera ja vlen me shku. Unë kam një pyetje dhe do doja që të gjithë ju në këto momente të mendonit për atë që them sepse do të përgjigjeni që të gjithë. Për herë ta? Jo. Tek. Dua të di cili ka qenë. Unë tham s'digjo. Cili ka qenë momenti më sikletosës që keni përjetuar gjatë udhëtimeve, gjatë pjesëmarrjes tuaj në Ekomendje? Jo, nuk është e para. Ata thamoni pari? Ko kanë ne organizojmë atë ditën e Alpeve, kena krijuar ne si festë dhe është marrë, më thonë Malësia madhe, Ekomendje ka marrë si festë tyne, pra të njohin si festë tradicionale. Le push, të Gulmendit. Herë në fundin kur kena organizuar këtë festë, ditën e parë të guidës të udhëtimit mas festës, ndodhi që i ra i gur një vajzës prej malit, dikush nga 3 shtegun dhe prej shtegut gjithmonë ngatron ka probleme. Sepse lëvizja dhe gurt edhe natyra ka nevojë me pas gjithmonë shtegun e vet jam e prish. Ndodhi ra një gur edhe ajo vajza ra në vend, domethënë për fatin e mirë ran shpatull. Po kanë patjetër. Ka kanë momente më të vështira domethënë të mund të më dhëtë tani kuptimin e bërë gati të thoshte diç. Sinqerisht ka kanë një përjetim shumë i rëndë. Nuk jam kaq drastike, Mario. Jo, kanë pjesa jame për udhëtimeve. Se shaka do bëj. Mirë, Djeva, ku ka qenë incidenti juaj? Incidenti. Jo incidenti. Dua të di momentin që keni qenë mos sikletosës, mos ma transformo pyetjen se. Po sikleta dhe siklete të tjera, vetëm kështu siklete është. Pikërisht. Siklete. Ja, siklete nuk ka kuteli. Po. Mua me la biçi në mes të rrugës diku nga mesi kur po shkoja në Drish për shembull, ishte njëri nga momentet. Po ti nuk po të pyet kush, kështu që unë jam egoist në këtë aspekt. Ti përgjigjo më vonë. Po. Të bëra një lloj nderi derisa të vendohesh në fakt bashkë. Ja, unë e gjeta qysh fillim. Momenti siklet, nuk ka se kam pas siklet, po momenti më si thallë Mirësadi një. Më duket se po mendoj ndërkohë bashkë. Po, ja vedit mund. Lëvizje shumë inteligjente. Po që ne si prezantuar se kuptoj. Ishim në një udhëtim dhe ishte një të poshtë kjo se mundem më thon të poshtë, edhe njëra me biçikletë, nuk ishte frena, edhe shkeu rres për një për mrapa kolpin një makinë. Jo, mirë ishte, bashko prapa kolpi, kështu.
Mos kërkoni të gjeni sinonime. E kuptoj. Në drisht. Në fakt a ditë konon jo edhe jo 3 copë rresht, 3 vesh pasaj. Vërtet? 3 vesh pasaj. 3 gra rresht. Çuditshme. Ja gro. Ja. 3 vojë, Nulli Gjesar, si Nulli edhe Adels. Gena do heqësh dorë? Ja. Jo, okay. Pas nuk të shkapej të mund. Por edhe nëse ndodh nuk do heq dorë. Jo, më se. Desha edhe me krytesh, në fakt mu nuk ka se mullim të avoj, se mullim të makina. Makina mullim. Ky është një koment shumë i gëdiljash. Ti ku vjen këtu? Tash që bëjnë tona. Franca, kush Franca këtu vetë. Ja, Franca ka patur moment të vështirë për ty? Moment vështirë s'mund tham, po Toni të ndërisht një aktivitet me ekun, na xuni shiu. Pa. Na xuni shiu e breshën e tanadin edhe po kishim po përgatit edhe thosha me vete. Pak më afër mikrofonit. Thosha me vete. Thosha me vete. Kaç. Denis, në fakt me ty e kam tani. Kush ka qenë momenti? Më dhan, sepse ke qenë ndër të parë. Është vërtet që po, çfarë është? Gjatë rrugës nuk mund quhen incidente, as mirë, janë incidente të përkushme që më vonë kujtohen me shumë të qeshur, po në fakt për kohën që ndodhen janë incidente. Janë incidente të lezetshme, sepse janë aventura. Tu ken aventura, po si po ati këta që fol me drejtë nuk quhet aventura. Çfarë të ndodhur ty personalisht? Çam ka ndodhur, të shti Denisi ka gjithmonë ai që ka ndihmu grupit, kur është me bicikletën ka pasë gjithmonë. Kur ardhu njëri prej grupit ardhu edhe Denisi. Ka qenë solidar pra me pak fjalë. Gjatë solidar. Gjatë rrugës ne jemi edhe të përgatitën për sa i përket çdo problematike me bicikletë. Kena gjitha pullat, nimen e shpejt, i kena tona. Të shik, këta gjonat e tjera, ndoshta edhe i organizojnë veçi, mushput, sepse deli fije prej asaj monotonisë, gjithmonë on bë. Duhet i fije me nulli diçka, sepse nuk është e bukur. Pra aventura duhet me nulli diçka. Duhet besoj të ikush në ekran. Sa për të mbarë lakësyrën e ketë. Mama po të quhet aventurë. Quhet aventurë. Se për ndryshe unë ku pratë mia. Për ndryshe atë nimen e shpejt s'kena si e përdojnë. Duhet me konsumua dhe nimen e shpejt. Mirë, Mirsat? Për mua kanë që zdi që se mund ta gjuj siklet, kena kanë te kepi Erdonit. Edhe ka kanë një kep poshtë, ka kanë kredi drejt. S'ka pas kthesa si gjë. Po thjesht na kena kanë me tesha të veshuna po në plazh, kena kanë me tesha të veshuna tamam si kena shku, por s'kan pas vajzat ku mund rrugë, si do një utakote një dy. Edhe çfarë do të djem? Kjo ka marrë dëshirë. Ishte një moment ku na kena ishte në cikletë na kena. Po të rrezikjetën. Edhe më çemi më thonin la. Mirë, tani unë jam kurioz se di, a ka vetëm dashuri në grup apo ka edhe ndonjë zëng, ndonjë debat siç ndodhi rëndom? Debate duhen, por deri tash në kanon hala debate të tilla ka çdo dashje një tjetër. Por debate për diskutime të ndryshme normal që duhen me u kriju. Mirë, okay, më vonë do të flasim në fakt edhe për shumë gjëra të tjera. Në fakt sepse unë dhe Mario zakonisht kemi shumë pyetje. Tani duke ardhur Rike take. Hoj. Për Shqipëria. Po tani, për këto dhe shumë të tjera pas hapësirës muzikore.
Ndërkohë jemi rikthyer përsëri për të vazhduar pasi kemi dëgjuar në fakt një nga hitet më të bukura, It's a Beautiful Life e Ace of Base, ndërkohë që është momenti për të vijuar. Është momenti në fakt për të thënë që ta këngë ka përgjell Mario dhe sa herë përgjell Mario janë këngë fantastike, mrekullueshme, spektakolare, se si ka zgjuar Mario. Faleminderit. Mirë, ja dhe DJ Mario në këtë rast. Mirë, unë dua të di tani, Mirsad është lançuar një edhe për DJ Geri. Mirë, Mirsad, më thuaj, është lançuar një konkurs fotografie apo jo kohët e fundit? Po, është konkursi e kena quajtur Reflektojmë natyrën. Është hera parë që organizon. Po, është hera parë që organizojmë një konkurs tillë me fotografi natyre, po që ka pas shumë sukses, të pa përfshimjen, jo vetëm për Shkodër, por në të qytetet e Shqipërisë, vetëm qytetet e Shqipërisë, por Kosovën. Unë ju ndërpres paksa sepse ne kemi një telefonat që ka ca kohë që po pret. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, flasim me? Përshëndetje. Ina, Ana dëgjon? Pak. Okej, atëherë mirë, edhe ne dëgjojmë pak të fort, do mundohemi që të flasim. Ke dëgjuar ndonjë të flitet për ekomendje? Jo, kam një klip tani. Ina, shiko, dëgjohesh tepër shumë pak dhe nëse do të vazhdoni ose shumë pak dëgjohet sepse jo, është tepër shumë pak. Është një Mirë, gjithsesi Ina më jep një mesazh dashurie, jo mua personalisht, por të gjithë audiencës, sigurisht çfarë ka të japë edhe ty një mesazh dashurie? Është shumë i mirë dhe duhet t'i bëj share me të gjithë audiencën tonë. Faleminderit, mbaj vesh për. Ja sa mirë, ky ishte mesazhi më i bukur i dashurisë që na dha Ina, duke u ndërprer linja telefone. Mirë, gjithsesi, unë doja të vazhdoj me Mirsadin për konkursin e fotografisë. Po, konkursi e fotografisë ka pas shumë përfshimje, ka gati 130 pjesëmarrës. E qujt me kështu të më thënë të reflektoj natyrën, sepse me që edhe komende ka lidhe me natyrën edhe ashtu dhe armi të reflektoj natyrën, pra në tre kuptime që me reflektu natyrën me pasuru ashtu se ne e shofim, ashtu se ne e kina bë për o kanë një konkurs pak më ndështë sa ata që janë organizu gjithmonë për me pasuru dhe vedi në fotografi. Kemi sërish një telefonat, alo mirëmbrëma. Alo mirëmbrëma. Mirëmbrëma, flasim me? Kelin Sevelot. Përshëndetje Keli, mirë se erdhe në Zërat e Natës. Ishte gjeta moja. Faleminderit, mirë se na gjithsesi, Keli, më thuaj pak, a ke një interes për të ditur në lidhje me grupin që kemi të pranishëm sonte? Ajo, unë si për shpirtë zemër dëshirën e kam, dhe Stefanuela pak më përpara se si kush ka dëshirë ja gjen rrugëzidhjen vedit me dashur marrë dhe është një justifikim këtë se thotë jam shumë i zonë, të gjithë kush mund ta gjejë një orkopë. Ti vetë ke qenë ndonjëherë i pranishëm? Keli, ti vetë ke qenë ndonjëherë i pranishëm me grupin? Jo, me grupin nuk kom kanë, por jam mundu me bë mirë. A do doja ti bashkoheshe? Po pse, nuk ka ne gjë të keqe, ma jo. Jemi pritën. Jo, se një mojnë të gjema... Jemi pritën. Faleminderit shumë, gjithsesi unë. Cila është gjëja që ty të pëlqen më shumë tek ky grup? Nuk e sheh, domethënë nuk e ke provuar ndonjëherë, e ke parë, ke dëgjuar, edhe dëshirë po ke për të bërë pjesë e saj. Por cila është gjëja që ty të ka tërhekur fillimisht, ka dhënë atë impaktin e parë? Ky grup ka stati gjoha në radio, mos me bon kur asnjë gjë tjetër veç me nejt në shoqërinë e tyne pas ka njëri boll. Të ta bëken ditën më të bukur, natën më të këndshme. Normal, jo, se që për zote na dijin i mbledh një hotel, jam të unë gju me shumë vëmenja, nuk ka unë një hishtë që e një të thonjë një bosë me kanë mbledh një dhëmë shpia të bo mua betë për kokër qefi, se mos me kanë hiç mikrofon, në kupta. Ta me radio me miza. Po, do shta mi i boj pyte, në pyjnë, ma në Rike take, hej! Ma jo. Po, Kili. Por zotën, si ka mund t'i the Denisit pare, thusit ka gjabajt me ty, e ka me ty. Po, okej, ishte një detaj shumë të pili pas ka në vend se më thani, i ka prezentu, i ka zhjë Maja, i ka zhjë Mario. Po i thoja me ty e kam Denis. Keli si gjithmonë të najos, më mëndë shumë ndaj detajeve, unë them shqyqyr që nuk është drejtori Radio Motivi, se sa gjova në kishim marrë. Po. Gjithsesi, në ravat vajzën aty si kja të për me qeshtë, së jo grupit ku qeshtë një jo dyja barabar si me pa qeshtë tanë.
arditin. Faleminderit Kel, faleminderit. Faleminderit që u bërë pjesë. Natën e mirë. Urime grupit. Shkalla në të monel të aktivitetet sa më të buka dhe sa më shumë. Tamam, sidomos Mario duhet marrë shumë shembull. Nuk e di për ty se me cilin e ke, po unë me Mario e kam. Mirë, Sad, në fakt a ka shumë të talentuar të lidhur me fotografinë në grupin e Komendjes? Po, ka shumë në konkursit. Minor fotografit më të mirë që ka Shkodra edhe ti Mario, që i përfshi shumë në gjërat tona. E kalon këtë pjesë. Po këtu kishte hallin pra. Ja. Mario duket nuk ka marrë pjesë këtë radhë sepse ka fituar një 3 herë rresht dhe tha të më ndaj pushimi. Mario do na përfshin në Iri këtë radhë. Ka pas shumë talentu, po më burë ti këtij konkursi domethënë është edhe që edhe prezantohet Shqipënia me ata fotot. Pra është edhe një anë tjetër që është organizuar kë konkurs. Çfarë këndvështrimesh ka patur në këtë konkurs pak a shumë? Një këndvështrim tjetër që është realizuar në këtë konkurs ka kanë qëllime që me zjarr edhe vetin në fotografi, po ka kanë për tjera edhe. Këndvështrimet janë ashtu si e shikojmë në natyrën, kjo është një këndvështrim. Cili nga djemt apo Gena, nuk e di nëse ka marrë pjesë. Mirë Kuçi ka marrë pjesë që është. Sa mirë që u kujtua për ty. E di sa lumturove. Ka marrë pjesë me ty. Prepe harrume. Ka marrë pjesë me ty fotografi. Me çfarë fotosh je përfaqësuar Mirsad? Foto natyrët, ka kanë foto natyrët edhe një Shiro kanë kënë. Njëna për këtyre fotove që pëlqejet ashtu po gjy më shumë domethënë deri tash. Është me sfat një shoq një mikë tonë, domethënë një shoqë tonë në grupit, po te Komendjes. Është siluet, po fytyrë, si thonë vetë. Me përëndim, shumë e bukur, shumë foto. Kompozim i bukur, Nga djemt e tjerë, nëse ka marrë dikush pjesë? Jo. Mirë, më thuaj pak, doja të dija kur shpallen çmimet. Çmimet shpallen në Shkort, do në eventin sa është gati, më bëa eventin në Shkort, ndamja e çmimeve. Ja të përgatit një event të bukur më naj, me një ekspozit fotografi finaliste që janë 20. Do shkojmë së bashku për ta ndjekur? Jeni të ftuar, fotografit finaliste kanë më printu fotot e tyre, kanë bërë një ekspozit, një muzik live dhe ndajmë atë çmime. Pra diçka e këndshme edhe nësh. Do të jetë diçka e bukur besoj. Po kena shtu disa çmime përveç vendi i parë, vendi i dytë dhe vendi i tretë, po ka edhe vendi çmimi i publikut, ka edhe çmimi i pasurimit tuaj, çmimi i fotografisë poetike, çmimi i Komendja dhe po edhe çmimi aventur. Ujet. Pasqyrimi ujit. Pra fotografitë natyrës ka shumë tillë, male, fushë, pemë, për ka dhe ujë. Po, me që ka dalë një agjenci që nuk po e përmendin emrin që bën udhime në Koman. Po thonë që kam qejf me dhënë një çmim, me bën një xhiro në Koman. Atëherë me çfarë ashtu pa fuse me një çmim, pasqyrimi i ujit me që ka lidhje edhe me ujin. Është e vërtetë. Pra uji është në elementet që çdo fotograf adhuron, pa flas pakën për vetën adhuroj atë fotografit në ujë sepse uji pastaj jep dimensione dyshe, domethënë çdo fotot. Edhe ishte një motiv shumë i bukur që na shtu si çmim. Ju ti edhe Mario po flisin për pasionet, për dëshirat, unë dua të di hobit apo pasionet e secilit nga ju që ju kemi këtu në studio. Nëse ka të tjera përveç fotografisë, sigurisht. Unë e thash që fillim u dallu pasioni im është muzika. Përveç asaj. Janë par janë vajzë. Po. Bashko është dhe fotografia tek ty pasion? Fotografia më pëlqen. Po jo më se kanë të gjithë. Me thënë drejtën, por nuk ka se janë në vendet e para të pasionit tim. Sa e poshtë është Noela. Ja si më ngacmon. Po, na fal pas se s'po të lidhim. Pasionet e mia janë. Ja, ka qenë i shkurtë e i saktë. Pasionet e mia janë shumë apo do të përmend vetëm fotografinë dhe të tjerat. Po pse Franci nuk ka? Franz Proni. Franci. Pasioni im është fotografia. Çfarë të pëlqen të fotografosh? Natyrën, sidomos malet, sipas që është i pjesë pa prekshme. Korridorës njërit. Pjesë virgjëra, pra. Po, virgjë. Si burrët. Po? Një gjanë, e ka dhe tjetë pjesë që atë pjesë të virgjëra. Qo se mund është se mu më interesojnë për mi piketur në hartë. Bravo, Denis, bravo! I duhet për hartë, nuk s'ka faj. Ja për gjapa, ka me pas shumë dynje aty ku ti fotografi.
Mendoj se është drejt humjes edhe Ka pesimist Franci? Nuk është e vërtet, nëse ti ke keni pari, atëherë nuk ka më po. Ja, unë jam të thënë normale, e kupton se kanë fillu me ndërtu. Normale bro, kush keni parë është tjerë. Cila është fotografia më e bukur që ke realizuar deri më tani? Kam realizuar në Theth. Në çfarë vendi të Thethit? Në qoftë mund ta çojmë Thethin pjesë vjeçë. A mund të rri vetë? Ti ke marr pjesë te një konkursi fotografisë me disa foto sinqerisht foto të pa bëme për kujt, pa. Në Shalë nduket? Në Shosh. Disa një vend fantastik që nuk e kena ditë që ekziston e vend. Po aty nuk ka as Meran, në majt malit Meran. Po, edhe nuk ka rrugë kalimit aty, domethënë edhe shumë pak zonë prekun edhe për i kampsorëve domethënë. Shala. Çfarë vellit? Në Shosh pra, në Shosh. Është vërtet që Franci përmend për shembull Shalin. Lumin e Shalës është me saktësi. Ja, nuk ka Shala, a Shoshi. Denis, çfarë pasioni veç po themi bicikletës? Pasion. Familja të lëgë. Gjatë rrugës, po? Bicikleta, po të shi gjatë bicikletës, pasioni është edhe me eksploru gjane që shof rrugës. Ndoshta të shku një rrugë, në alësh rrugës edhe e shef, edhe e shijan momentin, edhe këtë frymëzon më shumë për punën e mëtejshme që unë. Që ta kuptoj më konkretisht për çfarë bëhet fjalë? Të shti, unë kam disa aparate me vedi. Pjesë të virgjëra natyrës. Unë kam disa aparate me vedi, unë kam dy GoPro me vedi, një Sony, të cilat i montej në bicikletë. A është e vështirë për ta bërë një gjë të tillë në fakt? Për xhiruar rrugtimet apo diçka tjetër? Ja, unë kam në bicikletë kam një të montume, kam edhe një në skafandrin e bicikletës të montume, që unë këto videot i pasqyroj edhe online. Me thënë, kur shkoj me grupe, i montoj dhe i hedh te faqja Ekos, ku edhe tjerë që nuk kanë kënë mundën me pas një ide se ç'a bëjmë një rrugës. Ka shumë video edhe në YouTube, Denis. Ka edhe në YouTube, po. Aja kamera fundit Denis, sa përmend atë kamerën e fundit që rrin. Po, aja është e mrekullueshme, domethënë, mundesh me pa këtë foto. Pa. Video rrotullues. Lepush më mend atë Denis. Po, kena bën edhe disa. Edhe disa Gina? video. Ndonjë pasion tjetër? Nuk është se në fakt nuk është se kam ndonjë pasion të veçuar që e praktikoj, por pikërisht për këtë pëlqen organizata ku jam sepse mua pëlqen organizatina. Po tjetër. Pëlqen se mundena me udhtu, mundena me bë foto, mundena me ndihmu të tjerët, edhe janë gjëra që unë realisht nuk është se i praktikoj një vetme, por mundem me praktiku fotografinë që e kam shumë qejf, por nuk e praktikoj atë shumë. Pse? Çfarë të mungon? Aparati. Kam kohën edhe aparatin, që nuk e kam aparatin edhe kohën. Mario ka 7 aparata në duket dhe me ta fal janë. Mario është knaj. Në këtë moment asnjëri nuk dëshiron të jetë Mario. Jo në këtë moment e fusi një publicitet. Edhe kuçi ka i aparat. Bicikletës? Apo pasion? Shohi. Duhet të afrosh pak sa tek mikrofoni Ardit, sepse nuk dëgjohesh fare. Ja tek më i larti në fakt më i afër. Po. S'mbojnë se jam shumë i gjatë. Po. Ja, vetëm shohja është edhe bicikleta domethënë. Pa e gjen mundësinë për të luajtur sha në grupin e Komendje? Po. Në aktivitetet që i Kush bojnë janë lojtarët e shahut? Aktivitete ose në kohë lirë që mund të kenë. Kampioni i dihet kush a? Në Francia është kampioni i shahit grupin ton. Po pse thua mashtruesi? Mashtruesi se që thon me hile. Ja, sa është e vërtet, Franci nuk bën me hile. Franci nuk bën me hile. Çfarë fiton Franci në fund, edhe akullore dhe çokoladë apo? Të dyja. Se të trija më mirë me thonë se. Edhe në pic. Gjithmonë Arditi hub edhe e çun tjerë të siguri kanë bërë me hile pas është vërtet. Franci është kampioni, nuk ka mësuar lyp shabile. Edhe i vjen i not se gjithmonë kur hub na çan me hangra melcina domethënë. Po, Arditi paguaj. Bëjmë edhe reklam uroli. Ja, më Jo, s'ka reklama. A ka kështu dënime që bënë njëri tjetrit apo? Ja, nuk i bëjmë. Ja.
Dënime ardhur me pagu, domethënë. Ne kena një emër që quhet gjithmonë me porosit një gjashe. Për ne një gjashe me porosit janë ata picat e vogla. Domethënë, nëse lusim 4 vjet ose 5 vjet ose 6 vjet, tonë përfitojmë për atij që hub. Që është arditi. Si di? Po. Edhe Mirsadi ka ngelur pasionin e tij. Faktikisht fotografia më ka ardhur mas ultimeve. Mas ultimeve, si thonë tamam. Pra gjatë kohës ultimeve ti ke parë të vend. Po, kena pa vend, tu kanë vendet e bukura që kena shku me ekun me biçikletë, tu kanë vendet e bukura normal telefonin, nuk ka se kam mungesën aparatin, nuk e kam aparatin, por telefonin nuk ka se bën punë më pak. Edhe shumë vendet e bukura, edhe normal ty pa dëshira më tepër, si thonë aty, bëhen normal. Kush ka qenë nga fotot më të duar që ke veçuar nga arkivi yt? Janë shumë, por domethënë të shirok janë shumë bukur. Të trenive shirok, edhe pse janë domethënë edhe kjo që është te konkursi. Edhe te konkursi normal kur pëlqejet, normalisht domethënë kur pëlqejet për shumë veve, normalisht që është e bukur, del e bukur domethënë. Tu pëlqej për një tjetër. Këtu jena 8 vet më duket, edhe është bukur kur ndonjë që kanë pasion fotografinë, që të më thonë që kanë dashni për natyrën se. Kjo është diçka kur ke pasion fotografinë, ki tregon që ke dashni për natyrën, kjo është diçka shumë pozitive. Ajo është impakti më i bukur që unë marr prej aparatit. Dashje pa dashje kur bëhesh pjesë e komendjes të injektohet dhe dashuria për fotografinë apo jo. Edhe nëse nuk e ke. Patjetër, vëna që shkojnë, vëna të reja që shkojnë gjithmonë tërheqën dhe bëjnë një foto me pas kujtim. Patjetër, Noida? Një pyetje, domthon, kam 2 pyetje. Një pyetje. Është pyetja për arditin. A pyetja për arditin? Kam 2 pyetje, jo, për të gjithë ju. Një pyetje që vjen nga një fanse që po na dëgjon në këtë momente dhe thot ku mund të gjendet grupi e komendje dhe si mund gjendet. Që këtë mund të para mundesh të futë faqja e komendja, ti mundesh të bëj like, mundesh të pa çdo në Facebook, mundesh të pa çdo event që bëhet edhe me pasë si komo bë ku kam organizu. Tjetër ne gati për çdo natë mlallna te një lokali që gjestonte Kultrina, më fal se deshin bë reklam. Atë mlallna losi marktona japim ide po ideja që parë më që mundesh më futë faqen në Facebook me pa eventin me bë thirrjet edhe atë mundesh gjithmonë më bashkulle me folmen e. Kështu që të gjithë ata që kanë dëshirë të bëjnë pjesë e komendjes, por nuk dinë se si, atëherë ja edhe mënyra. Tani un kam një pyetje për të gjithë ju. Janë shumë mirë pritën ata që dojnë më ardh me bë pjesën e komendjes, i presim me shumë dashuri. Po edhe me që po flasim për dashurinë, edhe ne kemi titullin e emisionit një mesazh i fortë dashurie për sonte si temë, dua të di nga ju gjatë aktiviteteve që keni bërë me e komendje, kur ka qenë një moment që keni ndjerë shumë dashuri apo jeni emocionuar tepër shumë? Tani këtë pyetje po i shoh që të gjithë i largohen te mikrofoni. Unë jam emocionuar kur kena kanë me datë 31 dhjetor te pediatria. Thjesht ne bëjmë atë surprizën që bëjmë çdo vit, surprizën të fëmijëve që kalojnë natën e vitrinë për spitale. Edhe bëjmë shkojmë një grup i madh që atë ditë ardhi një numër shumë i madh persona që nuk njohet domethënë. Më kujtoi pjesa e vullnetarëve që nuk janë të shtu faktikisht. Kanë ardhur prej Kosovës atë ditë veç marta e eventet dhe kanë ikë po atë ditë. Ishte një emocion shumë i madh kur ata prenë edhe me ata fëmijë që tonë kretë monotoninë e tyre ne futëm mbrapa me clownin, edhe me Elfin. Të bëjmë muzikë dhe ishte një emocion shumë i madh kur i pam ata që në shaj kreta e monotonia tyne. Sinqerisht ka kanë në gjanat e fundit që kanë përjetuar me shumë. Bashkë kur e ke ndier dashurinë shumë? Aktivitetin para vitit të ri që kena bërë një pjatë më shumë, gatuar një pjatë më shumë. Kanë kanë shumë qytetarë të Shkodrës që kanë kontribuar, por momenti ku kam një më shumë emocione ka kanë kur kena dalë me shpërdarë, domethënë në shtëpi të ndryshme. Edhe kam pa që ka edhe më fukara edhe sa fukara leku, domethënë në Shkodër. Aty ka kanë edhe një përjetim shumë më shumë se emocional më mirë, më thonë. Kaq. Kjo është vërtet. Ka një momenti kur kena shku domethënë te azilitëve, shpesh, i herë një javë, kur kena mërkuar ajtë diçka. Aty ka kënë shumë bukur domethënë paktën me kalu i orë pak atyne. Aty kam një dashni domethënë
për veti si thënë. E ka kanë një pjatë me shpërndan një pjatë, domethënë. Gatuaj një pjatë, më shumë ka kanë shumë e bukur. Si tha pashka ka shumë më shumë vërfni se duket, si thënë. Patjetër. Kur ngulmen vet, kur hin më tha si thënë ka. Po, Franc? Momenti më i bukur ka kanë kur i kena alloru pjatat Po. Franci ka probleme me mikrofonin, po. Kemë probleme edhe me emra. Ja, me dova se ka Denisaj. Ai është DJ Geri që asnjëherë nuk na lë rehat. Momenti më i bukur ka kanë kur i kena alloru pjata komunitetit rom, i cili jetoshin një varfëni të skajshme. Edhe shkuam mbrana për shtëpia, hymë aty. Edhe kur hime mrena të patë varfnin që mizët nota të ata të ilan një pjatë të pa lumëtërinë e tyne, u bashe dy fish ti ma i lumëtën të i pa se çfarë shkelësimi sy kishin ata të ilëru i një pjatë. A ndihesh keq momentin që largohesh, sepse ti bën mirë sepse ju çon një pjatë dhe për momentin ato janë mirë, por a ndihesh keq se largohesh dhe sërish ti lën në një gjendje të keqe? Ndihem shumë keq edhe tham me veti ose si s'kam ndonjë forca diçka që më ia zbukuru jetën këtyre njerëzve. Ne gjithmonë marrim shënime, për shembull të rastet e fundit familjeve që kanë nevojë, ne kena marrë shënime për nevojët që kanë ata. Shënime jo vetëm veshje, por edhe molesa, por edhe raceta për ilaç. Sa bashkëpunues janë institucionet e ju? Institucionet, ne nuk ka si kërkojmë institucione si për shembull bashkia, ministria, këta institucionet. Gjithmonë në tilla gjëra kanë nevojë për ndihma të mëdha institucionale sepse janë nisma. Nisat më shumë kanë nevojë për zemër, për dashni për me marr pjesë. A keni kërkuar ju ndonjëherë bashkëpunim me ata? Nëse mundem me përmend që kena kërkuar bashkëpunim ku kanë me rregulluar në Bunës, me pastru pyllën në Shirok. Kanë disa thirrje që kena bërë, nuk ka se janë bashku këtu në nisave, ne prapë kena arrit. Edhe po nimen. A janë bashkëpunues? Ne hala ata edhe në ata nuk ka se kena kërkuar. Nuk keni kërkuar? Absolutisht, deri tash ja. Po deri tash midis bizneseve, do me thënë midis bizneseve dhe institucioneve, bizneset janë varën për politikës. Ne ka herë nuk kena çeve me bashkëpunu, ne nuk kena çeve me bashkëpunu dhe me institucionet sepse janë edhe politike, kështu që po do të thënë që në këtë vit që ka kalu, në vitin 2016 kena organizuar 104 aktivitete. Në 2 vjet rresh kena organizuar 212 aktivitete. Pra, do të thonë që në këta 2 vjet ka kanë vetëm një projekt i financuar, por në tan aktivitete tjera që janë 211 aktivitete, kanë krejt nisma vullnetare. Çfarë aktivitete do të ketë për vitin 2017? Me shënime ja pak a shumë pa të sakta, janë 23 aktivitete të reja që kanë organizuar. Të tipit? 23. Tipi do në me vu një frigorifer të kashut mall të një lokale që ne rrim. Aty familjar të shtëpia, domethënë kanë me fut në frigorifer ushqimet e metona, e kanë me dhuru aktivistët e animaltnimi, kanë me marr ushqimet e kanë me shu çeve. Pra me dhuru ushqimet me metona çeve. A do funksionoj kjo në një realitet si Shkodra? Patjetër. Kjo besoj që mund të funksionojë dhe është. Jo, nuk ka si bëjmë, do ta bëjmë ne. Patjetër. Janë edhe nisma të tjera që janë shumë edhe pse kena qenë me realizu diçka që çdo fëmijë që ka me lind në spitalin e Shkodrës ne me realizu me kriju mundësinë me regjistru në bankë që me hap një llogari bankare me një shumë të vogël që ata mrapa për çdo fëmijë që ka me lind, domethënë. Po sinqerisht janë 20, më thash 2, janë edhe 21 tjera që janë. Po nisma që ne nuk ka se kena bërë tash. Pra ata nisma që kena realizuar përpara do të shtohen 20 tjerë, domethënë. Vërtet shumë. Unë rikthehem tek pyetja kur keni ndier vërtet shumë dashuri, kanë ngelur edhe shumë të tjerë pa u përgjigjur. Nuk do shpëtoni. E nisim me Genën. Po Gena. Ja këtë shumë. Atëherë, duke qenë se nuk jam ka herë, edhe nuk ka qëllu me marrë pjesë të të aktivitetet që kam bë, por mund me veçu një pikërisht që i tha Mirsadi, mund duket edhe i fjesi për sëritje, por aktiviteti që ka nëllë me 31 orë ka kanë shumë preks, sepse unë realisht kam pas gjithmonë si ide që kam shumë dëshirë me ndihmu, pa mendosha se do të më bëha një gjë shumë të madhe për me bën ndihmën. Edhe në bazë të familjes ku jam, të organizatës ku jam fut, kam kuptuar që me gjërat më të vogla që mund të bëhen, ti mundesh me bësh shumë.
Edhe ne kena çu vetëm dhurata të vogla, kena çu çokolata, mund të kena çu aq më tepër që po marrim shembull konkret çajin. Ose kena mbledh ushqime që ishte data për me gatu një pjatë më tepër. Gjërat më të vogla bojnë diferencën më të madhe, sepse jena tu mundu mu bë shumë, do mal një pa mund bëna 10, mund bëna 20, 30. Thjesht kam arrit me marrë një kënaqësi që deri tash nuk e kam gjetë noshtat e personat, domethënë kënaqësi shpirtërore, po them, Të bëjmë gjëra të vogla me dashuri të madhe. Të madhe, sepse unë për veti edhe ndihmoj te Animals Need Me, kam gjetë edhe aty vedin me ndihmu shumë kafsh, tash mund të më ndihmu edhe njerëzit. Jo vetëm kafsh, sepse kjo është edhe diferenca që na bën atë duhet me lën dashnin, por edhe me e marr. Ata nuk munden na lën noshta në mënyrë materiale, por na japin gjithmonë në mënyrë shpirtërore. Mund të jetë ai mesazh për fëmijët janë të vetmit që mundet me na lën po krejt pastërt. Kjo mund të jetë edhe një mesazh për dëgjuesit që na dëgjojnë që të dhuru nuk varfënohet kërkush. Kjo është sa më thon fund mamore. Uroj në fakt që sa më pak me kanë, falë se po të nërpres, sa më pak me kanë, edhe më shumë sa më pak me çit në atë aspekte, si më thonë, edhe më shumë me kanë gjë më mirë, si më thonë. Diçka pak potën është ngro në shpirt. Është vërtet, unë uroj në fakt që fjalën që ju po thoni. Bravo Gina! Bravo Franci! Unë uroj në fakt që këto fjalë që ju po thoni sonte të mos bine një vesh urdhër, por të ketë shumë e shumë njerëz që të kenë dëshirë edhe shumë mundësi, sepse vuajmë nga mungesa e mundësive tani. Ky është justifikimi që përdorin zakonisht njerëzit. Uroj që të ketë sa më shumë njerëz që do të shtohen kësaj nisme që ju ndërmeni, sepse është vërtet për të komplimentuar. Ka mbetur edhe dy të tjera. Këta nisma mund të jenë edhe një argëtim për njerëzit që marrin pjesë ose se mrapan kur dhurojmë kështu, kur dalim mrapan, ne bëjmë aktivitete të ndryshme, pimi kafe, diçka, çesim, loshim. Nuk është thjesht. Ka shumë arsye pse duhet i bashkojmë. Përpara se të folet mirë sa të kuqim, mandej te kjo pjesa është edhe ajo që nuk bëjmë vetëm aktivitete vullnetare bamirëse, por edhe të pjesa të ndryshme. Ajo që do ne bëjë së afërmi na është ne bëj nata e prallave shqiptare. Çfarë do të jetë? Nata prallave shqiptare, prallat tradicionale, legjendat, mitet shqiptare. Muj halili e tjerë, pralla do të rrëfet. Pralla do të zohet aty. Të ambienti jonë, një vend të bukur, një që do na me kriju ne, do të tregojmë prallat shqiptare të vjetra. A do të jetë dhe mjedisi prallor? Patjetër, me ata njerëz normal që kanë prallor. Sidomos pa marrë edhe jo. Muji apo halili aty? Muji halili. E kush do të më bë muji? Pashka ja. Po halili? Halili do më bë arditi. Mujit? Arditi do më bë halili. Do ta gjej rrugës. Nga që ka lidhje me nimfat. Po, është Mirsadi që thotë, kur e ka ndjerë shumë dëshuri. Mirsadi e ka harru pyetje. Jo. Kur e ka ndjerë shumë. Nuk e kam marrë pyetje, po to më që thash parë punën kjo që kam te azili. Të që me me domethënë janë shumëta, nga që janë shumëta raste që nim dashni ka kanë edhe ajo te befotrofi te shtëpia e fëmisë. Po, te shtëpia e fëmisë para shkollor. Që kena shku, domethënë dikush si plagoj baba gjyq. Po. Me 31 kena kanë, me 31 dhjetor. Normal ku do të shkojmë te azile kena bë I kena bë pleç shok, pleç na kanë bërë ne shok. Te fëmijët kena shku, domethënë kena bë si vëllezën e motra, si domethënë kur normal kur të rokin, si e thonë, si japin dashni. Japin energji pozitive, japin smëtar të ri, DJ Geri që do të bashkohet juve. Po. Që shpreh edhe në DJ Geri e ka thënë që në momentin që ne kemi prezantuar idenë për t'ju ftuar këtu, e ka thënë dua të shkoj, po s'ka me këtë shkoj se s'njoh askë. Sinqerisht, ka gjithmonë ajo që thonë njerëzit, ata të rit nuk kanë pas me kanë marrë, por kur vinë gjithmonë. Ti s'ke me ka shkoj ti sjellun e komandjen këtu. Çaj ftes mu, Alloni pa i miçtan. Kena pas nevojë për një DJ. Se edhe Noela ka ardhur, marrë vendi sa herë, ka ardhur edhe un kam qenë pjesë. Alma E vërtet. Ne kemi mbledhur Denisi nuk ka folur. Emocioni që ke marrë. Si ishte Maria? Denisi herë që ke ndjer shumë dashuri gjatë ekomendjes. Na thuaj diçka me bicikleta se gjithë folën për lidhje 1 dhjetorit në fakt. Atëherë, dashuri. Çdo aktivitet
që publikohet dhe që merret prej Mirsadit, është nismë e mirë dhe grumullimi është diçka shumë e mirë. Dhe me thënë, thjesht prezenca e personave dhe si përmarrja e personave me krye një aktivitet të tillë është diçka e mirë. Dhe me thënë, thjesht tu fillon dashnia. Pjesët e tjera, pra dhurimet dhe aktivitetet e tjera janë shtesë. Pra dashnia fillon në momentin që vjen e tjetri, në momentin kur thotë Mirsadi, jo na mundau. Pra, kjo është ja nisma po. Pra dashuria nis që në Zanafill po thua. Edhe mbyllje më të bukur se kaq, nuk besoj se mund ki. Rike tage. Unë ju falenderoj secilin nga ju vërtet shumë fort. Ju komplimentoj shumë fort për secilin nga aktivitetet që ndërmerrni, secilin nga aktivitetet që ju jeni pjesë dhe jepni një pjesë nga vetja juaj. Shpresoj që të keni sa më shumë shokë shoqe në këto aktivitete. Ju falenderojmë ju miq të dashur që na keni ndjekur deri në këto momente, na keni dhënë edhe ju vëmendjen tuaj. Ne ritakohemi sërish nesër, ju urojmë natën e mirë. Ciao. Faleminderit natën. Natën.